këtë kohë me thonë pa këta nuk banë, pa shpi nuk banë, pa pare nuk banë, pa këta nuk banë. Na u kanë bo shumë pa të cilat nuk banë. Na si musliman duhet me vetë në herë vetën qka është ajo që na ka thonë Allahu Azza wa Jall pa që ta nuk banë. A kene vetë në herë vetën Allahu qa ka thonë pa qka nuk banë. E di që keni mu që ditë kur të nimi, po edhe di që inshallah keni mu bajtu krejt në fond që ashtu është. Ashtë të qëtëqme, ku kush për njëve nuk e prit, që kjo që kina me përmen, pa që to s'po baj ka insani, pa që ta nuk banë insani, pa shpi banë insani, pa shpi banë, pa kërë banë, pa që ta nuk banë. Ato e gjonë sahër të gjonë insanin, njeri ju në Koran sahër të gjosh, me ta e gjonë që ta. Ku të gjonë insanin? E gjonë në gjennet, është me ta. Në gjennem, në zjarë, me ta. Nuk banë pa ta insani. E cila është ajo? Qka është ajo që insani nuk po bajka pa ta, s'monet pa ta? Nështë ashtu në e ditë, po nuk monet pa ta. Ta shkenca ka vërtetu që një me nuk banë pa ta, po une asojna asja unë e synin. Se unë e kumë besu që Allahu Azza wa Jall është Rabbul Alamin. Kur të më thotë mu Allahu Azza wa Jall, nuk i nevojti me më thonë edhe ti që ashtu është. A i cili ka besu fjallës Allah nuk i vynë një Jahudi mjek i cili thëtë që ashtu është. Si vynë, nësa i thëtë mire ka, për vete ka. Ama, unë si musliman i besoj fjallës Allahu Azza wa Jall. Qka është ajo që nuk banë insani pa ta? Vesh këta në pak të historia e Ademit a.s. Vesh këta në pak vetëm historinë Adem a.s. Qka një për Adem? Si të njën historinë e Ademit a.s. Njeri par e njën me ta. E qka është aja? Aja është pama, vëzni. Pama. Qysh? Pama. Pama zban pa ta. Qysh pama zban pa ta? Listi, darda, molla, pama nuk ban pa ta. Ki mu që di? Kurani i thëtë edhe diçka për tjetër që pam që na nuk i thëtë pam. A Kurani i thëtë pam. Na i thëmë nëryshi. Ama Kurani i thëtë. Ta shkenca ka vërtetu që a kjo pe bajka, pe një moj ka më bo oksigeni, kjo është vonë. Tash është kjo. Pej kur ka egzistu Adem a.s. Pama u kanë me ta. Historia Adem a.s. ma me kujtuat, me ta u kanë pama. Nuk banë pa kanë që aty. Nuk do me thonë që ti do me hamër për sajna. Ajo do me kanë që aty. Jo me hamër për sajna, kjo nuk është kështë. Nëse hanë për sajna dhe ma mirë, ajo duhet me kanë që aty. Nuk du me umusë kështë. Ama këtë ata që i kanë prej shumë pam, e din e kanë shpreje që të po më duket ishte name. Më duket ishte name. Këtë duen, këtë e kanë që shpreje. Nuk banë me të po. Ebu Bakr, radiallahu anhu, kër e ka njësë ushtrin e vetë, ushtrin e muslimanëve, kështë e ka thonë? Ka thonë plesht, thmit edhe pamt. Plesht, thmit edhe pamt, mos gaboni me i prejkë pa ja zonë udhën. Nëse prejnë ato, pa ta zonë udhën. Nëse prejnë, pa ta zonë udhën. Në gjenne, ka thonë Muhamedi a.s. Gjenne, është një pamt, kalorë si maj shpejt e dunjas, banë 100 vjetë pej kësoj skaje, në kitë skaj me dalë një pëme. Hije sajna. Njeri me kali ma shpejt në këtë dunja, prej kësoj hije, dhe në tjetërën hije, 100 vjetë me i ra një pëmes. Atë këtuat një pëmë pak me kanë, me amoda, a më shmja paramëndu një trup që shë ka, paramëndu një pëmë t'ilë qëfar trupi ka. Me pasët në alon me, veç me pa. Veç me fotografi me pasë në alon me, dhe lema gjatë t'ilë. Une nuk është këtë tema e më është me të kalëzut, në gjenne ka pëmë. Adhe në gjenne. Në gjenne në zjarë pëmë. Fi asliha shëgjara. Në bazë gjenne pëmë. Zban pa ta, s'ka insan pa ta vazni. Nuk ka insan pa ta, ma në manë qëta. E di që në katunar kebab, tjesh ku tjesh, mele nja. Mele, nuk ban pa pëm insan vazni, ma në manë qëta. Kut ka insan, ka pëm. Salam.
kur i ka thirë Allahu Azza wa Jall, i ka thirë en ja Musa, o Musa. O prej kujt i ka thirë? Prej kujt? Mine shëgjara, prej pamës. Por çka? Por më mundu me na mjell neve që ta s'po mjellet këta. Me na ka thënë që zbajnë pa pamë. Prej kujt e ka thirë Allahu Azza wa Jall Musa alayhis salam, mine shëgjara, prej pamës. Prej pamës. Sahabët ja kanë dhënë një shok të Rasulit alayhis salam, ja kanë dhënë premtimin Muhamedit alayhis salam që kena me vdek. Ku ja kanë dhënë? Në xhami? Tahta shajar, në pam. Në pam. Këtë kjo për shka? Për më mundu me në kalzu neve që zban pa pam. Mane me vazni. Veç që ta edhe me këto për përfundaj ka dole, insha Allah. Allahu Azza wa Jall na ka kriju neve edhe din fort mirë sa mujna më mësuna. Por që ta dhe ka zbit një liber 604 faqe, se e din që na ma shumë smujnë. Në qëto 604 faqe, 26 herë është përmen pama, me sa ku mujtone me në Kuran, 26 herë. Na hesab se bajnë. Na këtë i lojnë, veç pama që të s'na pas ka shkumenja. Po është jarë zakonisht në mënësi. Po të është e fundin. Po që ka po folën e për pamën, por me rujt pamën, kjo është pjesa e dytë. Po foli për shkak se Allahu Azza wa Jall na ka folë për pamën. E na e kemë obligim ju kallëzu njerëzve për pamën. E rëndësishme për neve muslimanë vajtë me ansat, pama është jarë zakonisht e rëndësishme mos e prej, por me qitë edhe një ploqë. Qëta ti një thamë? Mos e prejni, por me qitë edhe një ploqë. Kur të vynë, preje. Ta fazonun, preje. Jezatet, preje. Mos din me prej veç se, jo, vazni, ja shesherë në ashtë ati, jo, e vladit. Që të për që ato për cilën jetin të mundu me ngaru masnina, aja shesherë. Se nuk i ka ma atë jetën, shkak se s'ka pamë. Elhamdulillah, unë e di që da një unë ka babë, elhamdulillah, nuk jem në të reziku për isana. Me gjitha si musliman duhet me ditë, si babë ta kanë ty me ditë që pama ka vlerë jashtëzakonisht të madhe, edhe me ju kalzove vlatëve tonë që pamën duhet me rujtë, duhet me mjetë, duhet me kultivu, duhet me punu për ta, edhe me lutë Allahu Azza wa Jalla na frëzu me ta kërë ka vlehedhe.